Çka nën kupton me këtë të ndëruar vëllezër? Dhe mos e keq përdorni pasurinë tuaj. Nga kjo muna me kuptu se sa është i afërt pejgamberi alayhis salam me njerëzit. Ai ka vdek para 1400 vjetë, edhe ai e këshillon ummetin e tij, gjeneratat që vijnë në vijim pas tij, duke i thënë se bëu i kujdesshëm dhe ti mos e keq përdor pasurinë. E ngjajshme sikur një prind i devotshëm, i sjellshëm, i mirë, i urtë, i cilit i vjen pra preshnia dhe i vjen afati vdekjes, e ai e porosit familjen e vet dhe i thotë se çore birë jam. Këtë pasuri që e keni ju sot, unë e kam bën me njerëz. Edhe unë dëshiroj që ju me rujtje të pasuri. Dhe ju mos me kesh përdor këtë pasuri. Mos me dhon këtë pasuri në rrugë të gabume. Mos me përdor këtë pasuri në rrugë të cilat e shkatrojnë familjen, e shkatrojnë shoqërinë dhe e shkatrojnë njerëzimin e përgjithësi. Pejgamberi alayhis i drejtohet ummetit i tij. I drejtohet atyre njerëzve që kanë besuar gjatë gjithë historisë. Dhe do ta besojnë deri në ditën e gjykimit me porositë madhe, duke i thënë se unë u ndaloj juve o njerëz, i thot ummetit tina, që ju ta kesh përdorni pasurinë. Të nderuar vëllezër, është shumë e rëndësishme me kuptu një çështje, që se gjanë askund tjetër përveç Islam. Përgjithësia se si e fiton pasurinë, edhe përgjithësia se ku e shpenzon pasurinë, është për përgjithësive më të mëdha nesër në ditën e gjykimit. Njerëzit nesër para Allahut Azza wa Jall kanë llogarit dy herë në raport me pasurinë. Njerë kanë llogarit si e kanë fitu pasurinë, e kanë fitu me njerëz, e kanë fitu të e shkel dignitetin e tjetrit, e kanë fitu të e ndal tjetrin për përfitimeve, e kështu me radhë, e pastaj kanë mu pyet se ku e kanë shpenzu dhe si e kanë shpenzu. Dhe si cili prej neve të ndëruar vëllezër, le të bindet se ka marrë një ditë që Zoti Madhërisëm ka më të pyet edhe për kafshatën e bukës. Si e ke siguru ata? E menaxhu ata. Kaç është i drejtë Allahu Dhul Xhelal? Kaç është i drejtë Zoti Madhërisëm, sa që nesër në ditën e gjykimit ai ka me gjyku me drejtsinë e vet. Ai ka me gjyku edhe pikat e lotit që pinë pesë të njerëzve. Ai ka me gjyku dhe ka me vlerësu edhe në pikat e ndjersve që pinë për balët njerëzve në sipërfaqe të tokës. Sepse ai ka thonë jam i drejtë, edhe jam i gjithdijshëm, e për me qenë i drejtë dhe i gjithdijshëm, ai ka me sundu me drejtsinë e vet dhe me gjykimin e vet. Para të nderuar vëllezër, na thot pejgamberi alayhis salam ku e kemi fjalën te do të llogaritmi për pasuri, se si e kemi përfituar dhe ku e kemi qoftë edhe për një hurme. Vlerë të hurmës një, e cila ndoshta nuk ka vlerë më shumë se sa 10 cent sot. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha do të vinë njerëzit në ditën e gjykimit. Dhe do të dalin thonë në urnën e siratit. Përballë Allahu Dhul Xhelal. Tan kraun e djathtë kanë xhenemin, kraun e shmajt e kanë xhenemin, për mbrapa xhenemin. Dhe tha Allahu Xhelle Xhelalu i pyet edhe për një hurme se si e kam rrinë dorën e vetë, si ka në dorën e tina, dhe si e kam menaxhuar. E le ma për pasuri dhe kapital. E di pse është e nevojshme na muslimanët me mësu sot se kemi dhënë llogari para Zotit se ke përfitu pasurinë. A nuk përshef të nderuar vëllezër se në çfarë rrethana shoqërore përjetojmë ne sot? Ku njerëzit e kësaj kohe, këtij shekulli, pak kush e vron mendjen se si po e përfiton pasurinë. Pak kush mendon se çish po e arrinte pasuria. Ato e kesh përdor besimin e tjetrit, ato e kesh përdor njerëzën e tjetrit, tu e vjedh djepën e tjetrit, e kështu me radhë, se qëllimi i tij është jetë i pasur. Dhe ka arru se një ditë Allahu Xhelle Xhelalu ka me pyet se si e ka përfitu pasurinë, madje ka mu pyet ku e ka harxhu pasurinë. Ne dëshirojmë në Islam të nderuar vëllezër me përfitu pasurinë me halal.
Dhe ne dëshirojmë si musliman me shpenzu pra pasurinë halal. Ne duhet jemi të kujdesshëm që kur mos pasurohemi përmes rrugëve që ka ndaluar Zoti i Madhërisht. Dhe pashtu duhet jemi të kujdesshëm që kur të mos e shpenzojmë pasurinë në rrugë të cilat nuk i do Zoti i Madhërisht. Sepse herët apo vonë një ditë kemë dalë para Zotit të Madhërisht. Allahu Gjelle Gjelalu e ka garantuar se në xhenet nuk shkohet me pasuri të huaj. Dhe askush nesër në ahiret nuk ka më të vëjë tyje se sa kapital ke pas në jetën e kësaj bote. Sepse me kapital të jetës së bote nuk blehet gjykimi për Allahut Azza wa Jalla. Allahu është i pastër dhe ai nuk ka, është i pastër dhe i pasur, dhe te ai nuk korruptohet me pasurinë e botës. Ai kur gjykon atë ditë, ta kesh parasysh atë të gjyku mbreti i dunjas, krijuesi i gjithësisë. Ai cili s'ka nevojë për njerëz, s'ka nevojë për tokë as për qiell, s'ka nevojë për melajke, s'ka nevojë për asgjë hiç, sepse është Allahu Dhul Jalal. E ai kur të pyet, ai nuk ka vetë këshir për fizionomie ke pas. As nuk ka më të këshir për pasuri ke pas, po ai ka më të llogarit dhe më të gjyku në bazë veprave tua dhe ndërgjegjës tone. Dhe këta tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Tha Allahu nesër dy gjykimi nuk shikson pas fytyrat juve sa jeni të jeshëm. Wala ila amwalikum, e as nuk shikson se sa pasuri keni ju. Walakin Allah yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Por Allahu ka më shiku në zemrat juve edhe në punët e juaja. Për atë ndëruar vëllezër, po të mos ekzistonte bota tjetër dhe gjykimi para Zotit Madhërisht, sigurisht se këshmi pa të letë këtë dunja. Pan shka të mujsh edhe s'ka problem. Po ai cili është i mençur me dinë se një ditë ka me dalë para Zotit Madhërisht. Ai cili s'paku një herë në ditë e imagjinon vetën e vet para Allahut Azza wa Jall. Dhe imagjinon vetën e vet përballë xhenemit. Edhe i ban pyetje vetin me cilat vepra kemi shpëtuar nesër për Allahut Azza wa Jall. A ke dëgjuar në histori se dikush ka shkuar në varr me pasurinë e vet? A ke dëgjuar në histori se dikush ka hyrë në varr për dikant tjetër? Dhe a ke dëgjuar në histori se dikush ka me hyrë në varr me karrik shtetit? Kur njët? S'ka ndodh e as kur s'ka me ndodh. Çka do që ti të bëjsh, një ditë kemi dhënë llogari për vetën tonë. Por ata të ndëruar vëllezër, këto fjalë që ka thënë pejgamberi sam janë fjalë të mëdha dhe janë shumë serioze, që musliman pra me pas kujdes se si pasurohen jetën e kësaj bote dhe ku e çojnë pasurinë, ku e shpenzojnë pasurinë. Si e kanë përfituar pasurinë dhe ku e dërgojnë pasurinë. Sepse pasuria është mjet që në jetën e kësaj bote, në qoftë se shfrytëzohet për mirë, ban shumë punë të mira. E në qoftë se shpenzohet për keq, ja shen sherrin, ka agja një shumicë e madhe e njerëzve. Për ata përgjësia pasurisë, është përgjësia e madhe të ndëruar vëllezër.